Fushata zgjidhore përfundoi, zgjedhjet u kryen, por a e dini se çfarë dezinformata qarkulluan në rrjet gjatë kësaj fushate? Nga më të bushmet ishte pretendimi se SBA hoqën nga lista e non grata kreun e PD Sali Berishën. Në fakt, nuk ka asnjë njoftim zyrtar që Departamenti Amerikan i Shtetit ketë hequr Berishën nga lista non grata. Kjo vërtetohet edhe nga lista zyrtare e personave që janë përcaktuar të tillë. Pyetur nga faktoje nëse Berishës si është hequr statusi non grata, Dash tha se departamenti nuk ka asgjë për të raportuar mbi këtë përcaktim në këtë moment. Një kandidate e krijuar me programet inteligjencës artificiale e pagzuar Zeqinda, dukshëm ishte prodhuar nga mbivendosja e fytyrës së ministres Belinda Balluku mbi një video të kandidate socialiste Zegjine Çaushi. Megjithatë, një numër shqetësues komentuesish e kanë marrë si të vërtetë të krijim ironik, duke ju drejtuar Zeqindës si të ishte një person real. Nga ana tjetër, kjo video, që përpiqet të ndërtojë një paralelizëm mes Berishës dhe ish-presidentit amerikan Biden, si dy pleq të hutuar, është nxjerrë nga konteksti. Klipi i Berishës është në një konferencë kur ai zbuloi sloganin që PD do përdorte në zgjedhjet e 2025-s. Ai ngrihet nga karrigja pasi pyetet nga një gazetar mbi sloganin dhe ecën drejt fasadës për të përgjigjur pyetjes pranë shifrës 1 të printuar në të. Na ka shpëtuar gjë? Nëse mendoni se po, na dërgoni koment. Ndërkohë, kujdes, qëndroni skeptik.